Letë të dëgjosh paradën e sukseseve të një mazharance e cila pasi vendosi rekordin si rilindja e kanabizimit, e krimit, edhe zhëndrimit të Shqipërisë në narkoshtet, së fundmi ka arritur dhe një rekord të ri. Rilindja e vrimave, sepse një vrim në ujë ka bërë gjitha vite, dhe sigurisht gropa të mëdha i ka shkaktuar jo vetëm financave publike, por edhe kryesisht në infrastrukturë. Unë sot kam ardhur këtu pa një fjalim të shkruar se mendoj se hallet e shqiptarëve nga Konispoli në Sarandë, nga Sukthi në Devoll janë të njëjtat. Por kam ardhur me një shembull konkret për të dëshmuar dramën e madhe që kanë sot pensionistët, e sidomos ata që 6 vite pas tërmetit tragjik ende nuk kanë një shtëpi. Ky është një vendim për 91 vjeçarin Ali Myrtolli, 91 vjeç i verbër, jeton në kombinat. Ligji i ka kthyer shtëpinë që ja shëmbi tërmeti, ndërsa shteti nuk ka jep. Dhe dini kush është përgjigja? Je kandidat për Vareza. Përgjigja e këtij shteti për Ali Myrtollarin, 91 vjeç. Dhe këtu dëgjojmë të flitet për suksese apo për rritje pensionesh. Por duhet ta kesh djalin apo vajzën deputet të Partisë Socialiste që babai të marrë pension dinjitos. Po çfarë duhet të themi mbi 700.000 pensionistëve që këtë vit kjo qeveri ju ka akorduar aq sa ç'vjedh Belinda Balluku me Edi Ramën me një dorë vetëm në tunelin e Llogaras. Jo pak ditë më parë, më larg, më falni, 4 kryevepra korrupsioni u shembër. 260 milion euro Çuki Çaploç, 80 milion euro Korçersek, 140 milion euro aeroporti i Vlorës, noton në ujë sot. Dhe sigurisht famozja Kardhiq Delvin, të katërta të shemburën. 650 milion euro, me cilat pensionistët do të kishin vitin e ardhshëm jo 60 lekë në ditë, ata në qytet, dhe as 20 lekë në ditë, pensionistët në fshat, por të paktën pensione 6 herë më të rritura. Çuditem ku është zëri atyre në fakt që ju kanë zgjedhur ju si deputet. Unë sigurisht nuk pres që e mençura Zëqine apo dikush tjetër të ketë eksperiencën e dritoroa gollit. Po si nuk doli xhanëm një burr nga ju ti thot ndal kësaj qeverie. A keni prindër, a keni gjyshër, a keni fëmijë? A ju vjen turp kur shkoni në shtëpi? A ju vjen turp kur dilni në zonë? Si nuk doli një nga ju të flas për rritjen e pensioneve, për rritjen e pagave? Sigurisht që nuk habitem, se jo më kot jeni zgjedhur këtu. Megjithatë, dua t'u them të gjithë pensionistëve të mos mashtrohen, sepse 60 lekë në ditë është tallje, është poshtërim, është fyerje. Kjo qeveri i ka të gjitha mundësitë, të paktën të dyfishonte pensionet. Sot jemi edhe 2 apo 3 dekada pas në raport me masën e rritjes së pensioneve të qeverive, dash edhe socialiste po done. Në vitin 2001 pensionet rriteshin në këtë sallë nga ish kolegët tuaj në masën 30%. Ju sot votoni për 60 lekë në ditë. Ndaj, unë e ftoj kryeministrin që bashkë me kërkesën për pezullim në gjykatë kushtetuese, bën mirë të çojë edhe fotot e këtyre 4 kryeveprave të korrupsionit.
se ndoshta gjykata ka ndonjë interpretim kushtetues. Përfundoni fjalën. Ka mundësi që 6 milion euro kilometri u shëmbën si një thes me oris. Të çoj fotot e aeroportit të Vlorës për të marrë nga gjykata dhe një interpretim kushtetues se si ka mundësi që kjo krye vepër u zhdrua sot një liçen për Rosa dhe për Lelek. Të çoj fotot e rrugës Korçersek, të marrë dhe një interpretim nga gjykata se si ka mundësi që 80 milion euro ose baras me fondin vjetor për rritjen e pensioneve u shëmbën si një thes kashte. Faleminderit. Zëja Çavushi, replik, 2 minuta. I dashur Tedi, për ty nuk kam asnjë lloj komenti, sepse ato përgjigje dhe koment që do të kisha, do t'ja jap atij personi që nuk është këtu, se fatkeqësisht dhe fatmirësisht ai është atje tek vendi ku meriton të jetë dhe s'kam qa përgjigje t'i jap atij dhe qa SMS këto mesazhet e tuaj që t'i çon në telefon. Kështu, po të ishte këtu do ja jepja atij përgjigjen. Mirë? Ato e përshëndesim nga atje ku është edhe ndoshta nga shef. Fjalën e ka